Fillimi i sezonit pranveror ka angazhuar bujqit në komunën e Gjakovës, të cilët tashmë ka nisur mbjelljet e para. Një ndër ta është edhe bujku Prend Zefa, i cili sot ka filluar mbjelljen e mistrit në një sipërfaqe prej rreth 3 hektarësh. Përveç mistrit, Zefa i tregon se merret edhe me kultivimin e kulturave të tjera bujqësore. Dikun 3 hektare kam misër, tjerë kam grun, tërshon edhe theken. Sipas tij, edhe pse koha më e përshtatshme për mbjellje ka qenë pak më herët, kushtet aktuale klimatike vazhdojnë të jenë të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore. Tash është koha më e përshtatshme, po kon pak më herë pas ka mujtën, me mri, tash është shumë e përshtatshme koha për mbjelljen e misrit. Megjithatë, sfidë për bujqet mbetet rritja e çmimeve të derivateve, veçanërisht të naftës, e cila ndikon drejt për drejt në koston e punimeve në ara. Veç mungon të çmimi i naftës, ne kemi problem shumë. Ashtë shumë nafta është shumë e shtrejt, se s'ki llogaria se me punu, vishë hajtë që ka me bo, e kemi duhet një punu, por në ishë mirë është. Sa po e vështërson nafta? Shumë, Allah, shumë përves. A mendon që ka më ndikua dhe në rënjën e mbjelljeve këtë vetë për shkak të çmimit të naftës në përgjithësi? Jo, se për mërti mjellin, ashtu kështu sa do të bënë naftën, nëse po banë mu naftën 5 euro, unë kam e mjell ashtu kështu. Po as gjina, se ne hubim, veç me humbjena. Në fund, Zefa i thekson se edhe këtë vit do të vazhdojë me kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, duke shprehur në një sezon të mbar dhe me rendimente të kënaqshme.